Mbani një hudhër poshtë jastëkut dhe do çuditeni se çfarë ndodh. Hudhra është një ushqim vërtet i lashtë të përdorur si ushqim në çdo sezon prej qindra mijëra vitesh. Hudhra është e lidhur ngushtë me vetitë e saj ushqyese dhe me aromën e fortë të veçantë. Është një ushqyes që mund të konsumohet në mbar botën. Hudhra është e pasur gjithashtu edhe me përbërës të mirë thelbësor që kanë në veti shumë të mira mjekësore dhe shumëllojshmëri të përfitimeve për organizmin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Hudhra do të ofrojë gjithashtu një sër vetish të rëndësishme edhe të kalorive për trupin. Në 100 gram hudhra do të gjeni gjithashtu edhe shumë përfitime të mira për shëndetin. Por ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e një thelbi hudhër në ditë për të marrë përfitimet e saj dhe për të evituar efekte negative. Hudhra përmban karbohidrate komplekse dhe proteina që përmirësojnë performancën fizike dhe atë mendore. Hudhra përmban gjithashtu karbohidrate komplekse të cilat ofrojnë vitamina B, komplekse të mineraleve esenciale të tilla si natriumi dhe elementë të kaliumit, magnezit dhe të tjera. Përbërësit e saj të dobishëm janë gjithashtu perfekt për trajtimin e llojeve të ndryshme të infeksioneve, çrregullimeve tuaja metabolike dhe problemeve tuaja të frymëmarrjes. Në rast të shqetësimeve të ndryshme të organizmit, shtimi i hudrave në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë me veti antiinflamatore për shëndetin kardiovaskular. Hudhra do të përmirësojë elasticitetin e arterieve tuaja, të zvogëlojë gjithashtu problemet e kolesterolit dhe të rregullojë nivelet e presionit të gjakut. Gjithashtu ajo do të përmirësojë rrjedhjen e gjakut në qeliza individuale të trupit dhe të ndihmojë dhe të parandalojë edhe plakjen e parakohshme. Ajo ka veti të mira antibakteriale dhe antiseptike. Vetitë e saj mund të ndihmojnë në një punë më të mirë të efekteve ushqyese të organizmit. Shtimi i hudhrave në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje fantastike për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët e Healthline shtojnë se vendosja e hudhrës në jastëk gjatë gjumit mund të japë përfitime çuditëbërëse në rastin tuaj. Ky sekret i vjetër i familjes është përdorur gjithashtu për të përmirësuar cilësinë e gjumit të ndërbreza me radhë, veçanërisht tek personat të cilët kanë vështirësi të bien në gjumë në mbrëmje. Nëse vendosni një thelbi hudhër në jastëk çdo mbrëmje, do të përmirësoni gjithashtu edhe efektet stimuluese të melatoninës për një gjumë më të mirë në mbrëmje. Kjo është një alternativë që sipas Brightside mund të ndihmojë dukshëm në rastin tuaj konkret. Por nëse gjendja juaj është e agravuar, keni nevojë për një trajtim më të specializuar. Hudhra është një nga bimët më të vjetra që gjen përdorim pothuajse në kuzhinat e mbar botës. Është e shkëlqyer jo vetëm për gatimet tuaja ditore, por gjithashtu edhe për shëndetin tuaj në përgjithësi, duke dhënë rezultate konkrete pozitive në mbrojtjen e shëndetit. Vetitë e saj janë vërtet të paçmueshme. Në të kaluarën hudhra është përdorur si një ilaç shumë i mirë kundër ftohjes, gripit dhe për të zvogëluar gjithashtu shqetësimet që i kanosenin shëndetit tuaj. Efektet stimuluese të hudhrës në organizëm do të jenë vërtet mbreslënse. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni hudhrat në vaktet tuaja ditore. Hudhra është veçanërisht e pasur me vitaminën C, vitaminën B6 dhe nivele shumë të larta të kaliumit. Përveç kësaj ato ofrojnë vitaminën A, vitaminën K, acidin folik dhe shumë minerale të tjera si hekuri, fosfori, magnezi, zinku dhe seleni. Një thelbi hudhër do të ofrojë 3 gram të përmbajtjes së saj të peshës, rreth 4.5 kalori, 0.2 gram protein dhe 1 gram karbohidrate. Hudhra ka ndikime pozitive edhe në luhatjet e sheqerit në trupin tuaj. Hudhra mund t'i ndihmojë diabetikët të kontrollojnë më mirë luhatjet e sheqerit në trupin e tyre, sepse ajo përmban mangan dhe një i rritur ka nevojë të konsumojë 2.5 deri në 5 mg mangan në ditë, që një thelbi hudhër do të ofrojë 1.67 mg për 100 gram.
Gjithashtu, kriprat e manganit karakterizohen edhe nga veprimet hipoglikemike, domethënë reduktojnë edhe sasinë e sheqernave në trupin tuaj. Ekspertët Healthline citojnë se shtimi i hudhrave në dietën tuaj do të ofrojë komponent të mirë të sqafurit, efektive këto për mbrojtjen e shëndetit. Hudhra është e pasur me përbërës organosulfurik, të cilat japin asaj edhe aromën dhe shijen e veçantë me veti kuruese. Ato kanë efekte mjaft të mira të forta biologjike kur bien në kontakt me molekula të caktuara në trup. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë edhe në uljen e niveleve të kolesterolit të tepërt dhe përmirësimin më të mirë të organizmit tuaj. Hudhra dhe përbërësit e saj sulfurik ulin nivelin e kolesterolit në mëlçi dhe bllokojnë enzimat kyçe për sintezën e kolesterolit. Hudhrat gjithashtu mund të ulin presionin e lartë të gjakut, siç e përmendëm tashmë. Hudhra do të ndikojë gjithashtu në uljen e niveleve të kolesterolit të keq në trup dhe të përmirësojë dukshëm organizmin tuaj. Përdorimet të tilla të saj mund të luajë një rol të mirë pozitiv në betejën kundër komplikacioneve të organizmit dhe ndikimet negative të tij në shëndetin kardiovaskular. Hudhra ka efekte të mira antiinflamatore. Inflamacioni është përgjigjja natyrale e trupit ndaj lëndimeve ose infeksioneve të ndryshme, kështu që luan një rol kyç në procesin e shërimit. Megjithatë, inflamacioni kronik rrit rrezikun e shumës sëmundjeve, veçanërisht edhe të diabetit, sëmundjeve të ndryshme kardiovaskulare, artritit reumatoid dhe disa llojeve të komplikacioneve të shëndetit. Studimet kanë treguar se hudhra mund të reduktojë shfaqjen e molekulave inflamatore dhe të nxjisë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj në tërësi. Hudhra ka efekte mjaft të dobishme në traktin tuaj gastrointestinal. Hudhra do të përmirësojë funksionet e traktit gastrointestinal për shkak të vetive të saj antimikrobike dhe antiinflamatore që ajo përmban. Probiotikët janë në lëndët ushqyese thelbësor që hudhra do të ofrojë në shëndetin tuaj. Ndaj përdorimi i saj në përditshmërinë e dietës suaj mund të jetë një përzgjedhje të nxjisë organizmin dhe të mbajë larg komplikacionet. Përfitoni nga rasti dhe shtoni hudhrat e freskëta si pjesë përbërëse të dietave tuaja. Dhe në fund, rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet të mira në dobi të vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj, citon Healthline. Hudhra mund të zvogëlojë gjithashtu rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve që shkakton Alzheimeri. Studime të shumta kanë treguar se hudhra mund të promovojë shëndetin konjunktiv të moshuarve dhe të ulë rrezikun e disa llojeve të sëmundjeve, siç është për shembull edhe çmenduria. Hudhra është e njohur për parandalimin e problemeve që shkakton arterioskleroza në trupin tuaj dhe mund të jetë gjithashtu një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin. Studime të tilla kanë treguar se hudhra është një ndihmë fitimprurse për trupin tuaj dhe si e tillë duhet të përdoret me kujdes në dietat tuaja ditore. Gjithmonë duke u konsultuar me një ekspert të shëndetit, përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet mbreslënëse për trupin, gjithashtu edhe për shëndetin tuaj. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu një mundësi e çmuar për trupin dhe organizmin tuaj në tërësi. Hudhra mund të ulë rrezikun e zhvillimit të problemeve që shkakton Alzheimeri. Studime të shumta kanë treguar se hudhra mund të promovojë shëndetin tuaj njohës të moshuarit dhe të ulë rrezikun e disa llojeve të komplikacioneve të shëndetit të tyre, siç është çmenduria. Hudhra është e njohur për parandalimin e ndryshimeve që shkakton edhe mënyra arteriosklerotike. Hudhra do të forcojë në mënyrë të mirë sistemin tuaj imunitar. Hudhra ka veti të mira antivirale dhe antibakteriale të cilat mund të ndihmojnë në kundër ftohjes, të lehtësojnë kollën dhe bronkitin, të përmirësojnë dukshëm organizmin tuaj dhe gjithashtu të nxisin një mbrojtje më të mirë të imunitetit. Shtimi i hudhrës fal elementeve ushqyes që përmban do të luajë një rol të mirë parandalues për organizmin në betejën kundër komplikacioneve të tij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe bëheni pjesë të dietave tuaja këtë erëzë për të marrë përfitime dhe për të evituar ndikime negative në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.